Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje për juve. Sigurisht ne thamë edhe më herët që Prizreni normalisht është i njohur për hapësirën shqiptare, e dim gjithë, e duam gjithë, po gjithmonë është një mundësi e mirë me shku dhe me promovu në një panajër për shembull siç bëni dhe ju me këtë të Tiranës. A na tregoni më shumë detaje për panajirin edhe për atë që ju do të prezantoni në këtë ditë? Atëherë, sot është dita e dytë e panajirit ndërkombëtar Tirana. 2026 në këtë panajër marrin pjesë shumë vende nga rajoni, po ashtu nga Ballkani, Evropa dhe Mëgjër. Në këtë panajër po ashtu si mos të merr pjesë edhe Prizreni, nga që është njëri prej destinacioneve më të frekuentuar nga turistët qofshin të rajonit, po ashtu edhe turistë ndërkombëtar. Ne si Prizren kemi marrë pjesë përveç si komunë e Prizrenit, po ashtu kemi marrë pjesë me një tur operator, kemi marrë pjesë me info qendër dhe njerëz nga gastronomia, të cilët po prezantojnë realisht qytetin e Prizrenit, po ashtu edhe Guida, nga që Prizreni tani më shndruar si vend turistik. Kur flasim për vendin turistik, flasim që në Prizren po ashtu kemi shumë aktivitete nga jeta edhe kulturore dhe gjithsesi Prizreni e bën një ndër qytetet më të frekuentuara. Përveç kësaj, nga fakti është që Prizreni tani si qytet historik, si qytet kulturor dhe multikulturor, po planifikojmë që turizmi ju mos jetë vetëm si turizëm 2 mujor, nga që këtë planifikimi dhe objektivi i drejtorisë turizmit është që Prizreni ta shndrojmë një qytet thuja gjithë vjetor, nga që ka shumë çka për të vizituar dhe shumë çka për të kërkuar në qytetin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Sa është rëndësishëm për shembull pjesëmarrja në panajire të tilla? Sa e ndihmon Prizrenin kjo pjesëmarrja juaj atje? Shikoje, në këtë panajir marrin pjesë tur operator të ndryshëm nga gjitha vendet e Evropës dhe botës dhe gjithsesi është jashtëzakonisht e rëndësishme se përmes këtij panajiri ne kemi kontakte të ndryshme, po kontaktojmë me tur operator të ndryshëm dhe gjithsesi po shpërndajmë broshura, po shpërndajmë informacione për vendet turistike, po shpërndajmë informacione për guidat, po informacione për gastronominë, për hotelerin, për agjencione të ndryshme dhe gjithsesi ky panajir është jashtëzakonisht e rëndësishëm nga që është si ur bashkëpunimi apo urlisë e komunikimit ndërmjet Prizrenit dhe gjitha vendeve të tjera, qoftë të Evropës, qoftë të rajonit. Prandaj në këtë panajir, siç e potencova dhe e thash, kemi me vete edhe tur operator të Prizrenit, kemi guida, kemi gastronom, të cilët po bën prezantimin e tyre dhe gjithsesi ky panajir është jashtëzakonisht e rëndësishëm për të informuar dhe për të bashkëpunuar dhe gjithsesi për të kontraktuar apo lidh kontratë me një tur operator të cilët përveç se vinë vizitor, gjithsesi ka tur operator të cilët janë të gatshëm për të investuar në qytetin e Prizrenit. Cili ishte realisht edhe interesi, kurreshtja e nuk di edhe tur operatorëve dhe qytetarëve dhe vizitorëve kështu që erdhën ju takuan dhe si më pra përshtypja për Prizrenin dhe për atë që ju e prezantuat? Disa prej tur operatorëve të cilat e kanë vizituar Prizrenin janë ndarë jashtëzakonisht të kënaqur dhe pikërisht ata që e kanë vizituar më herët tani kanë pru edhe grupe të tjera të tur operatorëve të cilat kemi kontaktuar dje dhe gjithsesi sot kemi takime të ndryshme, domethënë gjatë ditës së dytë të panajirit ndërkombëtar këtu në Tiranë. Nga ato bashkëbisedime që i keni pas, sa kanë informacion njerëzit për Prizrenin atje dhe sa kanë dëshirë ta vizitojnë? Jam e sinqert, thash një pjesë e madhe e atyre që kanë qenë janë jashtëzakonisht të kënaqur dhe kanë informacione. Ne jemi duke punuar në strategjinë e turizmit Prizrenit që të kemi qoftë broshura, qoftë digitalizim të pjesëve të më të vizituar që i ka Prizreni dhe jemi duke punuar në drejtim dhe sigurisht që vitet në vazhdim Prizreni do të qëndrohet njëri ndër destinacionet më të rëndësishme. Por këtu dua ta theksoj një gjë. Të jemi real nga që nuk kemi kapacitetet mjaftueshme të hotelerisë, siç po shihni, edhe çdo ditë edhe ju edhe të gjithë ata që vizitojnë Prizrenin, Prizreni ka një mungesë të pjesës së hotelerisë dhe jemi duke punuar në ato drejtime që tur operatorët që vinë, të vizitorët, të qoftë turistat që vinë në Prizren, mos vinë ta kalojnë ditën dhe të vazhdojnë qoftë në Shkup, qoftë në vende tjera, po jemi duke punuar që ta bëjmë një strategji të gjithë ata që vinë, mos të rrinë vetëm një ditë, por
të paktën bili ta kalojnë më shumë se 2 apo 3 ditë vizita në Prizren, se është e pamundur të vizitohet brenda ditës qyteti i Prizrenit me monumentet e tij që i ka qoftë historike, qoftë kulturore, qoftë edhe fetare. Mirë, në fakt, a e keni një ofertë konkrete, ju, zoti Morina, edhe për ata që, nuk e di, për tur operatorët për shembull, për një pako të mirë, për 2 ditë, 3 ditë me e vizitu Prizrenin? Unë po besoj që pako e turizmit të qytetit e Prizrenit është e kompletuar dhe gjithsesi ne kemi ofruar të tyre tur operatorëve, të cilët më të vërtetë kur e parë se çfarë ka Prizreni, tham drejtën nganjëherë ju dukte e pamundur, por gjithsesi Prizreni do të jetë një pikë strategjike, po gjithsesi edhe komuna Prizrenit këtë rast edhe kryetari Totaj e ka si lloj pike për të investuar dhe për të ofruar sa më shumë turist. Duhet ta cek edhe një gjë, ndoshta për shkak të kohës mos na ik. Qyteti i Prizrenit vitin 2026 e dini që është pallur qyteti evropian i sportit. Dhe gjithsesi do të ketë shumë vizitor, qoftë huaj, qoftë të rajonit, dhe gjithsesi do të përgatitemi sa më shumë që të jemi të gatshëm për t'i pritur qoftë këta turistë, qoftë edhe pjesën tjetër të sportit që do të jetë në qytetin e Prizrenit. Zotri Morina, si është gjendja me turistët në Prizren? Është numër arritet nga viti në vit numri turistëve dhe interesimi i tyre për të vizituar Prizrenin dhe kryesisht nga cili vend vinë më së shumti? Numri turistëve është jashtëzakonisht në rritje për çdo vit. Kemi vizitor nga të gjitha vendet. Kemi një pjesë më të madhe nga Turqia, kemi vende tjera për shembull nga Kroacia, nga Slovenia, nga Çekia, nga të gjitha vendet e Evropës dhe botës Prizreni është i frekuentuar. Mirë, apo shihni pra, a e keni se ju thatë që keni një strategji sigurisht të punës konkrete, apo e shihni mundësinë që ta zgjeroni këtë listën e vizitorëve të Prizrenit, pra edhe si mendoni me shku drejt ata që me prezantoni ofertë edhe mandej me insinuar që ata në ordër të Prizrenit. Urdhon falë ndjer? Nuk e dëgjova pyetjen e jetë. Okej, pardon, po. Pra ideja është që përveç këtyre vendeve nga prej cilave i keni pra turistët, cila është strategjia juaj, se thatë që e keni një strategji për me e rrit gamën e turistëve, pra me rrit edhe, nuk e di, numrin e turistëve nga vendet e tjera të Evropës ose edhe tutje? Ne jemi duke punuar që strategjia jonë jetë fokusuar në të gjitha fushat. Këtë rast jemi në kontakte me guidat, të cilat janë duke u specializuar, sepse turistët nëse vinë nga vende të ndryshme dhe nuk kanë informacione për historinë, për vendet, monumentet dhe gjitha ato, ne duhet kemi mas pari guida apo udhërrëfyes të cilët duhet t'i shpjegojmë se cili turist që e viziton Prizrenin. Pastaj jemi në kontakte të drejt për drejta dhe kemi takime të shpeshta me gastronomët, me pjesën e hotelerisë, me pjesën e tur operatorëve, në këtë rast qoftë agjencioneve turistike. Nëse ne krijojmë kushte sa më të mira dhe më të qasshme, normalisht që kjo është një strategji e cila do t'i tërheqë në këtë rast turistët në qytetin e Prizrenit. Jemi duke i parë disa pamje të Prizrenit edhe ajo pjesa ku shkon për prevall, ajo pjesa tepër e bukur. A mendoni që duhet shtohen kapacitete edhe për atë pjesë dhe vërtet të bëhet një kështu atraksion turistik ajo pjesë e mrekullueshme e Kosovës që është? Ne jemi realisht me një shtant këtu të pozicionuar si qyteti i Prizrenit, si komunë e Prizrenit, dhe realisht turizmi në Prizren nuk është vetëm turizmi veror në këtë rast, na kemi edhe turizmin dimror, nga që ju potencuat veç është Prevalla njëri prej destinacioneve më të vizituar në kohën e sezonit e dimrit, dhe gjithsesi ka nevojë akoma për të shtuar kapacitetet, por gjithsesi duhet të fokusohemi sepse kemi vende jashtëzakonisht të mira që ta zhvillojmë edhe turizmin rural në këtë rast që e ka qyteti i Prizrenit, dhe gjithsesi kapacitetet patjetër që duhet shtohen, se që të gjithë turistët të cilët e vizitojnë Prizrenin, po ashtu të kalojnë edhe 1, 2 apo 3 net në qytetin tonë të Prizrenit. Edhe kanë qa vizitojnë sigurisht edhe kjo është idea me i nalë për më gjatë, për më shumë bujtje, po në fakte nga ona tjetër, zoti Morina, ajo që po na ndodh është që ta zëm, ne po flasim për Prizrenin, po në rastet të tjera edhe për Brezovicën ose edhe për vendet të tjera, ne i ftojmë turistët, mandej kur vinë themi jo s'kemi kapacitete. Ju e përmendet pak mungesën e kapaciteteve. A ka një plan, një strategji që të punohet edhe me sektorin privat në mënyrë që ata të investojnë në këtu kapacitete e komuna, nuk e di, edhe nivelli lokal, pra edhe nivelli qendror, të përkrahë në format që mundet me u përkrahë një diçka e tillë. Pikërisht, pra, u tha e potencuar që fillim që
Këto 2 ditë e panajirit janë 2 ditë jashtëzakonisht të rëndësishme, nga që përveç se po kemi takime dhe kontakte të ndryshme me tur operatorë të cilat sjellin turist, ne do të kemi edhe kontakte të ndryshme të tur operatorëve të cilat janë të gatshëm për të investuar pikërisht në qytetin e Prizrenit dhe gjithsesi do të kontaktojmë dhe do të flasim dhe gjithsesi do të bisedojmë se cila është mundësia për të ardhur për të investuar në këtë rast në qytetin e Prizrenit, nga që ka nevojë pikërisht për shtim të kapaciteteve e sidomos në pjesën e hotelerisë. Mirë, zotëri Murina, falenderojmë shumë edhe urojmë që vërtet Prizreni të prezantohet në mënyrë më të mirë dhe të josh sa më tepër turist. Faleminderit edhe prej juve dhe gjithsesi këtë në fund i ftoj të gjithë qytetarët, të gjitha qyteteve të Kosovës, dhe gjithsesi të gjithë rajonit që të vinë, sidomos sajvere, ta vizitojnë qytetin e Prizrenit, se më të vërtet do të ketë shumë aktivitete të cilat e begatojnë jetën qoftë kulturore, qoftë turistike në qytetin e Prizrenit. Faleminderit shumë. Mezi po presim me ndodha tu edhe më ndaj marrë edhe për një arsye tjetër në Prizren. Edhe ne edhe gjithë të tjerët, sigurisht. Ju mirë presim. Faleminderit shumë e kënaqësi. Merci.